Kryeministre, faleminderit Gjorgja. Unë do të vazhdoj të flas në italisht pasi sot kemi edhe provën shkencore që përveç qeverisë italiane nuk ekziston një qeveri tjetër jo italiane që të flas 100% në italisht dhe është vetë ajo shqiptare. Kjo është një përgjegjësi më shumë për Italinë, që ta themi shkoqur dhe të jemi të qartë. Gjithashtu do doja të shtoja që sot për ne është një ditë absolutisht historike. Sa herë që unë shkoj në NATO, dëgjoj të flitet për një ditë historike, por historike është kjo këtu, sot, sepse për herë të parë, qeveria shqiptare ulet me qeverinë italiane për të folur për projekte të përbashkëta dhe për të folur për një të ardhme të përbashkët, por përveç se të flas edhe për të bërë një bilanc të gjërave që janë bërë dhe për të firmosur marrëveshje konkrete, për projekte konkrete. Të them të drejtën, në të gjitha vitet që unë kam pasur privilegjin për të udhëhequr drejtuar qeverinë e Shqipërisë, më duhet të them, dhe nuk janë pak këto vite, nuk kam pasur kur asnjë dyshim mbi qëllimet e mira, mbi dashurinë dhe dëshirën për të bërë nga ana e të gjitha qeverive të Italisë. Por me këtë qeveri është dashuria, është dëshira për të bërë, po është edhe të bërit. Dhe jemi vërtet shumë mirënjohës, sepse jo vetëm motra e madhe e Italisë është motra ime për zgjedhjet timen, jo të sajën, por dhe ministrat e saj qenë me ne shumë të gatshëm dhe vazhdojnë të jenë shumë të gatshëm për të na ndihmuar. Dhe besoj dhe shpresoj që të mos keq kuptohet dhe të mos merret për keq kur unë them në radhë të parë fal angazhimit vllazëror të ministrit të mbrojtjes së Italisë, sot ne jemi në gjendje të projektojmë në disa drejtime, konkretisht, për të fuqizuar aftësitë tona të mbrojtjes, por edhe aftësitë mbrojtëse të përbashkëta. Dhe për këtë do doja të falenderoja ministrin Crosetto, siç do doja të bëja një falënderim të veçantë për ministrin Tajani, i cili si një europeist i vërtet, por njëherë është dhe se ministër i punëve të jashtme të Italisë, ka qenë gjithmonë një mik i Shqipërisë. Ai po na mbështet në të gjitha selit tona dhe po e bën këtë jo vetëm në rrugën diplomatike, por dhe në aspektin ekonomik dhe për sa u takon projekteve të përbashkëta. Dhe nëse sot, më në fund, korridori 8, që është një korridor strategjik, jo vetëm për Evropën, por edhe për NATO-n, jo vetëm për tregtinë, por edhe për mbrojtjen, dhe më në fund ka nisur me një ritëm të përshpejtuar, kjo është merit e ministrit të punëve të jashtme të Italisë, i cili uli përreth një tryeze të gjithë aktorët dhe po e ndjek këtë projekt personalisht. Pastaj më duhet të shtoj që fal kësaj qeverie dhe fal kujdesit të veçantë dhe personal të kryeministrit italian, sot të gjithë shqiptarët që kanë punuar në Itali dhe që kanë dhënë kontributin e tyre në Itali, duke punuar dhe duke paguar sigurimet e tyre, sot kanë më në fund të drejtën për pension.
një kërkesë e bërë shumë vite më parë, mbi 10 vite më parë, një angazhim i marrë nga të gjitha qeveritë e mëparshme, por është një fakt pjesë e përditshmërisë, jetës së përditshme të shqiptarëve, fal Giorgia Melonit, fal kësaj qeverie. Mund të them që gjithsa tha pak më parë presidentja Meloni shkon në drejtimin e asaj që është përthellimi i kësaj marrëdhënieje dhe është njëherë është drejtimi i thelbit të kësaj lidhjeje të veçantë, të këtij partneriteti strategjik që më në fund shoqërohet nga kantiere të mëdha. Energjia. Kemi një nga projektet më të mëdha në Europë për energjinë, i cili po ecën përpara për të kontribuar ndaj sovranitetit energjetik të Europës, përmes linjës interkoneksionit mes Shqipërisë dhe Italisë me pjesëmarrjen e Emirateve të Bashkuara Arabe, por jemi tashmë duke punuar për një tjetër projekt të madh, i cili do të lidh lindjen me perëndimin dhe që do të përfshinte në të shtete si Rumania, Bullgaria, Greqia dhe Italia dhe Shqipëria, dhe që është një rëndësie të madhe strategjike. Pastaj kemi dhe kulturën. Nëse nuk do ishte e pranishme kultura, do të thotë që Italia nuk do të ishte e pranishme. Dhe kjo gjë nderon këtë qeveri, por nderon edhe ministrin e saj. Jam i lumtur sot që ju bashkohem juve në kritikat që do t'ju bëhen nga shtypi, pasi ju adhurojnë veçanërisht nga sa kam parë, por për sa më takon, më në fund, pas kaq shumë vitesh, kemi një marrëveshje konkrete për të bërë bashk një strukturë me rëndësi shumë të madhe europiane, siç është Maxi i Romës, së bashku me galerinë tonë kombëtare. I dashur ministër, shpresoj që Muzeu i Artit Italian në Shqipëri do të jetë një tjetër fakt konkret dhe shpresoj që të jeni pikërisht ju ai që do të hapni dyert e këtij muzeu. Pra, për ta mbyllur, do doja të shtoja që po, do t'ishte me të vërtet qershia mbi tort nëse në vitin 2028, vit në të cilin Italia do të marrë kryesinë e Këshillit Evropian dhe kur Giorgia do të mbaj rolin e dy fisht, atë të kryeministresit të Italisë dhe të presidentit të Këshillit Evropian, po qeshni, por koha do të kaloj dhe do ta shihni që un kam gjithmonë të drejtë. Gaboja, kur isha më i ri si ministri i kulturës, por tani që jam një veteran, besoj se nuk gaboj. Dhe kështu, pasi të kemi përfunduar negociatat teknike në fund të 2028, do të mund të nisim punën për negociatat politike, nëse duke nisur punën për këto negociata, përgjegjësia do të jetë e Giorgias, do të thotë për ne që do të jemi në duart më të mira të mundshme, që të mund të hapim atë derë e cila qëndron e mbyllur prej nesh prej qindra vitesh. Dhe ne, siç thash edhe gjatë mbledhjes, e kam thënë këtë edhe në raste të tjera, ne jemi gati të bëjmë një marrëveshje me Bashkimin Evropian për të mos përdorur as veton dhe as votën, nuk na intereson. Ne jemi tar fanatik